Një mbështetje për Kresha. Ekipi nga Tirana. Problem është. Tani radhën e ka ekipi i Prishtinës, Xuxi, Kresha dhe Vlerta. Ekipi i Prishtinës, Xuxi është ai i cili do të shërbej apo Xuxi në Lohace. Apo hyp, apo hyp. Apo hyp ti, apo hyp jo? Qysh dush? Ta shohim se cili do është ai i cili do të gjuaj kosh. Kresha në Lohace. Kresha. Xuxi është ai i cili do ta lojë. Çdo gjë është gati Xuxi. Ti ja jap topin ku unë të shty apo? Okej, çu du? Okej. Loja po fillon. Okej. Xuxi do ta lojë. 4, 3, Xuxi, loja fillon për 3 sekonda. 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati edhe për ekipin e Prishtinës. Duhet të shënojnë 3 herë apo më shumë. 3 herë kanë shënuar Një mbështetje për Kresha. ekipi nga Tirana. Problem është shumë për mua. Afro pak më afër. Shumë problem. Okej, provote, unë kam problem. Vetëm 1 minutë e 40 sekonda i keni. Një ndrim, Xuxi më shpejt, Kresha. Xuxi, Xuxi. Shtyne. Hajde. Shtyju. Xuxi. Publika nuk po e përkrat Xuxin si duhet. Xuxi, edhe njerë, Xuxi. 1 minutë e 15 sekonda ka mbetur për ekipin e Prishtinës. 3 herë duhet të shënoj, apo më shumë, nëse dëshiron të fitoj. Shumë vështirë, Xuxi po gjuan sikur ti kishte 2 këmbë të majta. Minuta e fundit Xuxi. Minuta e fundit për Xuxi dhe ekipin e tij. Nuk ka shënim. Problematike kjo lojë për Prishtinën. No! Hajde, Xuxi. Pavlo, me dojnë Vlerta me boshënime. Tani ta shohim Vlerta. 35 sekonda i ka Vlerta. Edhe 30 sekonda. Vlerta. Vlerta shumë më afër se Xuxi në tentimin e parë. Kresha ishte tepër i dobët madje. Sikur të gjithë tifozët e Liverpoolit. 13 sekonda dhe fundit. 10, 9, 8. Duket se ekipi Tiranës do t'i fitoj pikat edhe në këtë sfidë. Përfundoi loja për Prishtinën. Juli, loja më dop që kemi pasur në basketbol. Loja më dop. Bravo, Xuxi! Boni të gabim ke tempi, ke koha. Je shumë i madh për s'ka ke arrit. Tre kosha të arritur nga Juli. Faleminderit. Fal, kur këta marrin 0 piki, marrin 16 pikë. Kur zerohen. Dorën zemër, Xhoz, loja më e dop që kemi parë në basketbol deri tani në super sfidë. Okej. Nuk e di çka u bë. Qa e po tash? Edhe artistë edhe këngëtarë edhe tonët. Mos u demoralizo Xuxi. Mos u demoralizo, edhe më tej në lojë. Sepse di që është edhe basketbollist, po. Jo, shumë basketbolist edhe s'ka të bëj me basketbol kjo. 0. Është një A qesim një basket? A qesim një basket? Ma 3 ju 3. Madje as me futboll. Kjo ma shumë s'ka të bëj me parkour, se sa me basketbol. Kjo me basketboll s'ka kokrën e lidhjes. Vetëm duhet të shënojmë kosh, apo? Qartë. Kështu që Apo basketi ke aty, po basketbol, ja. Edhe kushim. Po të bëllë që e basketi. kombinimi Lohaces dhe basketbollit, gjithsesi ekipi Tiranës fitoi pikë. Rezultati është 15-10 për Tiranën. Juli shënoi 3 kosha. Do ikim. Gati jeni për lojën e radhës? Patjetër. Ta shohim se cila është sfida e radhës.